Mungesa e semaforeve në kryqëzimet e bulevardit Vido Smilevski Bato po shkaktojnë aksidente të shumta në udhkryqet me rrugën tek kontrolli i vjetër teknik dhe tek rruga e kazermës së qytetit. Përveç mungesës së semaforeve, problem në vete del të jetë edhe mungesa e shenjave të komunikacionit, të cilët janë dëmtuar nga aksidentet dhe më nuk janë zavendësuar. Qytetarët që banojnë dhe punojnë në këtë rajon thonë se janë dëshmitar të aksidenteve të shpeshta. Ata thonë se deri në vendosjen e semaforeve, aksidentet në këto dy pika nuk do të paksohen pasi që edhe shpejtësia e lëvizjes së automjeteve në këtë rrugë është e lartë. Brenda javës ndodhin nga dindeshje këto shkaku i komunikacionit, shpejtësisë që vozitin. Është edhe mbi e ngarkuar kjo pjesë më ata më shumë që lidhet me qytetin, prej fshatnave. Edhe ndodhin shumë shpesh aksidente. Po tash kjo pjesa këtu po është si është, po edhe e tjetra poshtë domethënë apo edhe ndodhin si shpesh ndeshje. Është më të vendosën semafora ose bëni rreth, më pat musaj ta bojnë, ama këto ç'kjo është atë. Është problem shumë kjo pjesë. Edhe ndodhin shumë ndeshje ka çdo javë, domethënë këtu ka që ndodhin ndeshje. Po shembull është personi në Vizbardha, ka fëmijë që shkojnë në shkollë këtu, ne? Është problemi se nuk e edhe fëmijët nuk e lirojnë rrugën, të kalojnë rrugën e vet ku e kanë komunikacion shem. Vozitësit ndërkaq thonë se vendosja e semaforeve në këto dy udhkryqe do të thotë rritje e sigurisë dhe për ngasësit e veturave, por edhe për këmbësorët. Semaforët duhet vendosur, kuptohet, për sigurinë edhe të këmbësorëve dhe të vozitësve. Nga komuna e Tetovës thonë se janë të vetëdijshëm se pas depërtimit të bulevardit VS Bato deri në fshatin Poroj, dukshëm është rritur lëvizja e veturave në këtë pjesë. Nënkryetari Albi Qamili premton se për një periudhë të shpejtë kohore do të vendosen semaforët dhe me këtë ai pret që të zgjidhet ky problem. Me depërtimin edhe të segmentit fundit të bulevardit VS Bato, ne dim se është shtuar ndjeshëm frekuentimi në këtë bulevard dhe si pasojë ne kemi parapa edhe vendosjen e sinjalistikës rrugore gjatësisë semaforëve në këtë bulevard, në kryqëzimin tek stacioni teknik, tek kryqëzimi tek kazerma e qytetit, së shpejti pasi atje kam thënë edhe në deklarata tjera, prokurimi publik për sinjalistikën rrugore vertikale dhe horizontale është mbyllur dhe së shpejti pritën edhe vendosja e semaforëve në këto kryqëzime dhe besoj se njëre për gjithmonë do të ndalen aksidentet e shpeshta të trafikut që ndodhin në këtë aks rrugor, edhe pse ajo është rregulluar me shenja të komunikacionit, po besojmë se me vendosjen e semaforëve ky problem do të rregullohet njëre për gjithmonë. Aksidente të shumta kanë ndodhur në këto dy udhkryqe që nga lëshimi i përdorimit të bulevardit VS Bato, sidomos pas asfaltimit deri në rrugën rajonale që lidh Tetovën me Azhincën.